Njoftimet për përkeqësimin e kushteve meteorologjike kanë angazhuar ushtrin për të mbajtur në kontroll hidrovorin kryesor të qytetit të Vlorës, duke qenë se hidrovori aktualisht është problematik sa i përket pompave të tij, për të cilat Bashkia e Vlorës dhe Ministria e Mbrojtjes tashmë do të kryejnë aty një investim të rëndësishëm për zvendësimin e tyre. Automjetet e rënda të ushtrisë, por gjithashtu edhe mjetet e vendosura në dispozicion ishin në gatishmëri të plotë për të bërë të mundur shmangjen e çdo situate që mund të krijojë nga rreshtet e shiut, që mund vinë edhe në orët në vijim, sipas informacioneve të Institutit të Gjeoshkencës. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara mëngjesin e kësaj të mërkure nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente nga ndryrja e ushtrisë për të bërë të mundur qarkullimin e ujrave, nisur kjo edhe nga mbeturinat e shumta që ishin në rrjetin e kanalizimeve dhe që kishin përfunduar në hidrovorin e madh të qytetit. Pamjet që po ndiqnin në ekran flasin për këtë situatë, por edhe për papërgjegjshmërinë e hedhjes së mbeturinave në rrjetin e kanalizimeve. Ushtria dhe emergjenca civile u angazhuan këtë të mërkur për funksionimin e hidrovorit të madh të qytetit me kapacitet të plot, nisur edhe nga informacionet më të fundit sa i përket situatave që mund të krijoheshin nga rreshtet e shiut. Gjithsesi, në ditët në vazhdim, pritet të vendoset në funksion edhe investimi i ri i Bashkisë së Vlorës, por edhe Ministrisë së Mbrojtjes për zvendësimin e pompave të hidrovorit kryesor të qytetit me disa pompa të reja dhe më të fuqishme.